Shumë njerëz besojnë në Zot, besojnë në Jezusin, edhe din pak a shumë destinacionin e tyre, që duhet të kenë marrëdhënie me Perëndin, që të kenë mundësi të mbahen te destinacionin hynor. Por vjen i ligu dhe e vjedh. Si e vjedh djalli? Krijon situata që të vjedhi, që të shkatërrojë, që të përçajë, që të largojë nga prezenca e Perëndis, që ti të harrosh destinacionin tënd hynor. 12 dishepujve të tjerë nuk ja vodhin, nuk pati mundësi djalli t'i viste destinacionin e tyre hynor, përveç se një, biri të humbjes, Judës. Judi Iskarioti punonte për destinacionin toksor, sado që Jezusi i tregoi, sado që Jezusi i dha pushtet, sado që Jezusi i tregoi rrugën, jetën dhe vërtetën. Të sigurohem sot, të kem lek sot, të kem të ardhura sot, dhe do t'i them zemrës time pusho. Kurse fjala e Perëndis sot, ku e di ti o i mirë, ose se do të vi e do të kërkohet shpirti. Të gjitha janë të mira, po jo gjithçka është e dobishme. Kështu që edhe ti sot siguro destinacionin hynor.